Tek robi plaket kur don vet u bashkuan. Por si qëndron e vërteta pas ndarjes së Norës dhe Robertit. Pas paraqitjes së tyre të përbashkët që surprizoi publikun në emisionin Robi plaket kur don vet, Nora Istrefi dhe Robert Berisha kanë konfirmuar zyrtarisht rikthimin e tyre në bashkëpunim profesional. Ish çifti i njohur i skenës muzikore shqiptare ka treguar se, pavarësisht historisë personale, raportet mes tyre janë tashmë të maturuara dhe të bazuara në respekt të ndërsjellë. Atmosfera në studio gjatë emisionit u karakterizua nga energji pozitive, batuta sportive dhe një performancë live e shoqëruar nga Robi Band, e cila u prit mjaft mirë nga publiku. Interpretimi i tyre i përbashkët u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës e panë si një moment nostalgjik, por edhe si shenjë të një bashkëpunimi të mundshëm në të ardhmen. Me sa duket, ky moment ka shërbyer si pikënisje për një etapë të re në marrëdhënien e tyre profesionale. Së fundmi, në rrjetet sociale ka nisur të qarkulloj posteri zyrtar që konfirmon se Nora Istrefi dhe Robert Berisha do të performojnë bashkë më 2 janar, në kuadër të festave të fundvitit. Rreth 3 javë më parë Big VIP Albania ka publikuar videon ku Robert Berisha i ripopozon në emisionin e tij Nora Istrefi. Ja çfarë kemi deklaruar më parë. Këtë të diel, emisioni i Robert Berishës pritet të sjellë ndoshta momentin më të komentuar të gjithë sezonit. Pasi në studio vjen ish bashkëshortja e tij, këngëtarja e njohur Nora Istrefi, si e ftuara speciale. Rikthimi i tyre ball për ball në ekran ka ngjallur menjëherë kurreshtje të madhe të publiku, duke rikthyer në vëmendje raportin e tyre të dikurshëm, miqësinë aktuale dhe çdo detaj që i lidh. Nora bëri një hyrje ikonike në studio, nën tingujt e hitit të saj Natën. Në momentin kur u dëgjua vargu i famshëm apo të mungoj, o natën natën, rrjeti shpërtheu me komente. A ishte kjo një zgjedhje e qëllimshme? Një thumbi lehtë drejtuar Robertit? Apo thjesht një rastësi artistike? Fansat janë ndarë në dysh, duke krijuar dhjetëra teori. Por kulmi i gjithçkaje ndodhi pak sekonda më vonë. Në një moment të papritur, Roberti zgjat Norës një unaz dhe me një buzëqeshje të fshehtë pyet: "A je e lirë me 4 shtator se jam tu u martu?" Pyetja la të gjithë të shtangur. Ishte shaka? Ishte një skeç i përgatitur? Apo Roberti po i çon diçka me të vërtet Norës? Promoja nuk e sqaron, por mjaftoi ky 5 sekondësh për të ndezur gjithë rrjetin. Komentet online kanë shpërthyer, me ndjekës që po përpiqen të deshifrojnë kuptimin e datës 4 shtator, simbolikën e unazës dhe energjinë që u krijua mes 2 ish partnerëve. Çfarë ndodhi pas kamerave? Si reagoi Nora pas pyetjes? A pati një përgjigje të sinqert apo gjithçka u la pezull për edicionin e plot? Për të zbuluar të vërtetën e këtij momenti, publiku do të duhet të presë emisionin e së dielës, një episod që me shumë gjaz do të bëhet viral që në minutat e para të transmetimit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.